Ndodhemi në katin e parë të shkollës nëntëvjeçare Sali Zaimi në fshatin Përparimaj të rrethit të Devollit. Siç e tregojnë edhe pamjet filmike, kushtet në këtë shkollë lënë shumë për të dëshiruar, siç shihet, muret janë gati në rënim, ndërkohë që në këtë shkollë ka nevojë dhe për ndërhyrje për rregullimin e dyerve, të cilat janë tepër të vjetra dhe të dëmtuara, të dritareve gjithashtu, ndërkohë që dhe kushtet higjieno-sanitare lënë tepër për të dëshiruar. Shkolla nëntëvjeçare Sali Zaimi në fshatin Vërlen të rrethit të Devollit po shkon drejt rënimit, që prej ndërtimit të saj ajo nuk ka njohur dorën e investimit çka ka çuar në degradimin e saj. Tavani dhe suvatimet janë duke u rënuar dita ditës dhe dyert e dritaret janë jashtë funksionit. Tani kushtet në për klasa nuk janë të kënaqshme. Ato janë gjëra që duken vetë, mund të shikosh vetëm me sy të lirë. Gjendja fizike e shkollës është shumë e rënuar. Kjo nuk është vënë dorë në kuptimin të restaurohet që kur është ndërtuar. Kjo nuk është vënë dorë në kuptimin të restaurohet që kur është ndërtuar. Për këtë vit që filluam ne për këtë vit shkollor, pati mendime nga bashkia në Bilisht, që të bëhet ose të uleshe një kat ose të rregulloheshin 4 ambiente. Mirë po e lanë që dushin fonde të mëdha dhe gjesat gjenin një farë fondi për ta bërë. Dhe ç'bën pastaj bën nga një lëvërje të përcjellë. Lagështia dhe myku mbizotërojnë në klasa si dhe në kopësht, duke ndikuar negativisht tek shëndeti i fëmijëve. Duket që është një ambient me lagështi, nuk është i përshtatshëm. Kemi kërkuar edhe në bashki që të bëhet një diçka për të gjithë shkollën edhe për kopshin gjithashtu. Prindrit shprehin shqetësimin që fëmijët e tyre të kryejnë mësimin në këto kushte. Të ketë sa më shumë rregullime, fëmijët të kenë akoma më ndryshime, të kenë akoma më materiale, shkolla të jetë me banjë të rregull, klasat të jenë komode, nxënësit të jenë me banga, si janë të edhe këtu. Jemi ankuar për kushtet e klasës, për ujin në radhë të pari që të ketë lajnë këtë klasat, bilemi dhe për banjat e shkollës. Si gjithë nxënësit e tjerë dhe këta fëmijë kërkojnë kushtet minimale për shkollimin e tyre, si dhe sistemimin e oborit, ku ata të kenë mundësi të zhvillojnë edukimin fizik. Si të duken kushtet e shkollës? Kushtet nuk më duken aq të përshtatshme për shkollë. Po pse? Pse të duken të papërshtatshme? Duke filluar që nga dera, porret, dritaret, dimrit kur është të ftohtë, muret, ambiente. Çfarë ndryshime doni që të bëhen në shkollën? Që shkolla të bëhet e re. Në këtë shkollë mësojnë rreth 40 nxënës të nivelit parashkollor dhe nëntëvjeçar.